Përshëndetje dhe mirë se po takohemi në Jona Talk, emisionin që ka në fokus bujqësinë dhe blegtorinë e që sjell çdo javë informacione e rrëfime nga ata që mbajnë gjallë tokën tonë, duke fuqizuar edhe ekonominë e vendit. Në këtë epizod do të shohim se si ka nisur toka të punohet, si fermerët po kujdesen për to dhe si natyra e bukur e pranverës na dhuron fryte të shijshme dhe të dobishme. Materiali i parë na dërgon në Podujev, atje ku na mirëpriti Resul Toverlani, një bujk i ri që punon me orë të tëra, duke livruar arat me traktorin e tij dhe duke u kujdesur për serat e tij të mbushura me majdanoz. Ani pse dëshira e tij është të bëhet polec, 17 vjeçi nuk e lë tokën djerë, ku ndihmon edhe familjen me të ardhurat që siguron nga ky sektor. Në Podujev të tek familja Toverlani, pra të Resul Toverlani, i cili është një djalë i ri 17 vjet, por që nuk ndalet se punuari tokën e domethënë merret me bujqësi, edhe pse është në moshë të re. Faleminderit shumë për mikpritjen. Atëherë Resul, na pak të pam paraprakisht për punën që e bën domethënë në arat, veç që ka fillu kjo sezona domethënë përgatitjes tokës edhe mandej edhe mbjellja e tyre. Tregon pak a shumë këtë parcelë çka kemë mbjell. Këtë parcelë kemë pra me majdanoz, gjithashtu është edhe një pjesë karrot. Sa kohë të merr derisa levron kështu tokën? Merr kohë nashta një javë ditë deri në përgatitje krejt komplet. Edhe mandej që vazhdon? Mandej fillojnë tanaj me marimin e këtyne bregave që i kemë edhe këtu mbjelljen e farës, sistemet e shumë tjera. Po, ne vetë se kemi shku dhe tek domethënë serat ku i keni, sa hektar punani tokë apo sa are kështu qysh? Kemë mbi 4 hektar tokë pjellore, cilët i punojnë me një pjesë të madhe të familjes. Ti je domethënë ai kryesori atë temi edhe pse je 17 vjet. Edhe pse je 17 vjet. Po. Tregom çysh ke fillu, çysh ka ardhur që më të pëlqyej ti bujqësia? Kom fillue ma shumë prej gjyshit, që kom shku për masë në çdo moment, edhe ai filloi me punu ka pak pjesë, edhe tanaj fillova dhënë më mi në gjak, më pëlqy, edhe pse jo me punën halal. Po, cilat nashta kanë qenë ato mësimet e para të gjyshit që të ka tregu dosh me bo këta? Mësimet e para mas shumë ti kanë qenë për traktor, për shkak që si i ri kom pas qef shpejtësinë, edhe u të kena atë pjesën që këta nuk kanë një pjesë të amortizerit sikur vetura tjera, edhe në kthesa në këto sene mos po praptojnë ose diçka që e ka qenë pjesa kryesore, veç se meru vetën. Po, sa vjet ke qenë kur ke provu traktorin për herë parë? Kur e kom provu traktorin për herë parë kanë qenë 8 vjeç. 8 vjet? Edhe a friksova apo? Në fillim jam friksu, mas shumë ti në fillim kom fillu me dojnë, po nuk e dishën të shpis që kom fillu me vëzit traktor. A ju ke tregu të shpis që ke vëzit moshën 8 vjet? A do më thonë pas kanë me ndëgju për i kësa intervjis? Po, edhe kom fillu tanaj edhe të shpia. Po, qysh nis dita do më thonë, se ju një familje e madhe që punani me bujqësi, tregon pak a shumë qysh fillon punat e jo? Punat e na fillon... Në sezonat të ndryshme? Punat e na fillon në sezon dhe më verës, fillon në 3 mëngjesit, që shkojna në treg në Prishtinë, deri 9 ose 10 mëngjes, pastaj vim të shtëpia, fillojna punën për përgatitjen e mallit për nesër, që përfundon ashtu 10 deri në 11 natë. Po, kjo sezona e verës është themi pak e mirë, për shkak që fillon herët mëngjes, për shkak të nxehtit të madh që është, edhe mandej në masdite, dilni domethënë shikoni edhe punani pak a shumë. Po tash këtë sezonën që veç fillon puna, tregam Këtë sezonën që fillon puna, jem gati 24/7 që shtojnë në bujqësi. Fillojna se në fillim duhet pak një farë hove, mja unë një farë hezi, tanaj masanej kjo është kanë vetë, vetë se rujna me ujtje, me herbicide ndryshme.
Po, ne, dëmë thanë, kur të shkojmë atje, i shohim, dëmë thanë, serat që keni të mbjellë McDonald's, qep, mandejnë, dëmë thanë, i hekni ato, apo gjithmonë veç me McDonald's është? Ka ndonjë kulturë tjetër që mbjellni? Me McDonald's është gjithmonë, edhe me qepet që i nërrujmë pjesë. Dëmonë, aje që ka qenë McDonald's si vjetë, vitin tjetër bëhet qep. Për shkak që me nërruje se e dëmëtën toka. Po, a është toka e përshtatshme për McDonald's? Është e përshtatshme, sidomos ta bregat që i bojna e ndihmon shumë për shkak se e bojna blurjen me freza, me mjete bujqësore, edhe ndihmon shumë ma shpejt me dalë dhe mu rrit, po edhe që e man nxehtë bime. Po, sa mendon që nështë e din rëndësinë e McDonald's-et? Menoj që nuk e din edhe qatë shumë, edhe nuk përdoret qatë shumë, për shkak se kollin e shijet tillë, po që ushqimin e nrejshëm mjaft mirë, sidomos në përqorba ndryshme. Po, a është çmimi i mirë kur të shkon në treg McDonald's? Çmimi nuk është edhe as si mirë sa dojmë na, po ka një farë edin sa me thonë keq është gabim, edin as mirë as keq. Që mos me ikdor heq, më thonë ato është mirë për me mbajt. Po, tjerat kultura shkojnë me çmime të mira, tash nështë që shemban mand edhe atëherë nështë që të kanë tregu familjar që kanë qenë çmimet ma ndryshe. Tjerat kultura shkojnë në fillim, se tash më vorët so persona i në treg me qatë produkt. Shkojnë mirë, po tanaj që bojmë një farë balancimi në çmim me onë tregtarëve, e bojmë balancimin, po veç shkaku kryesor që edhe na dëmton është hyrja e madhe rreth për balkonit, për shteteve tjera, ku nëse nuk ka sasi të konsiderueshme në Kosovë, mujna ndëmon një javë ditë me shfrytzu atë çmimin e mirë, cili më na konvenu dhe më na nxjerr neve për investime në bujqësi. Po, Resol, ti veç 17 vjetë, dhe më thanë edhe e vazhdon shkollën, t'ju tregojmë që nuk e ke ndërprej, dhe më thanë e gjenë kohën për gjithë shka. Tregom pak edhe një mesazh me dhonë për ata tri që janë si te kështa. Po, unë e gjoj kohën edhe pse jam në shkollë. Te tregove që në tratë mëngjesit zgjohesh, sa orë gjëm flanë? 3, 2, qysh mas. A mendon që është mjaftueshëm? Është pak e ullë, mo po dohet. Nuk edin, kur ja kena fillu kësaj pune, kena menu këtë këtë sen edhe tash e kena bo një farë balancimi edhe në gjumë. Punën ja fillojmë që tash edhe verës në 3 mëngjesit, po kur do njëri gjanë kohë. Edin ma mirë me punu diçka se me nejtë shpia se me bo një sy gjumë. Se pe gjumi të ke funja sfiton kurgjo, po të pënu i plëtsën edhe arrin që ato ondra në ashta që i ke menu e shumë amatë. Cilat janë ondrat e tua që ti e shë vetëm pak ma lartë? Ondra jam është veç se mi bo prind krenar. Mi bo prind krenar? Mi bo prind krenar edhe me kon krenar që kanë një djallë si une. A familja me arrit mi po krejt mirë, shënësh ratë që është knatësia. Ti nuk je fëmija e maj madhë, se zakonisht fëmijët e mdhej i thojnë këto, po je i dyti, ti ki edhe 3 vllazni tjerë, punani dhe më thanë gjithë familja edhe besoj është një knatësi shumë e madhe kur të shaj që familjarisht edhe po rritet biznesit teme. Edhe na ma shumë edhe të punu edhe knashëm, kështu me ajgare, ullim kur dojna, qohëm kur dojna, nuk na pengon kërkosha se nuk na thët pse s'kini punu se diçka. Nuk e kemë fërtetin që kështu me dhonë zërës e të shka. Po cilin është ta ka qenë një moment i vështiri jote, Resol, në thanë, ose qoftë edhe në familje që kanë diku shumë? Momenti ma i vështiri jemi u konë koha e fillimit, kur ju këmë tut në ashta një pjesës për gjykimit shëshnisë. Që me nëjsha mja fillu kësoj pune për shëshnisë tem, gati 80% nuk dim për këtë punë që punojnë ana, edhe e menojsha para gjykimin në shëshni, po një përkroje modhe ka qenë për familjes, sidomos edhe gjyshit, ku ma ka unë dhe një fjallë ta veç puna Allah, tha kur më stanin, tha s'ko problemi që kur të shojnë tha që... Kur të shojnë tha që kemë ri që atër tha vinë të thojnë atë thejsha, a këtu tha të gjykojnë. Ose të thojnë qyshja bune, qyshja rritë deri këto. Edhe pe që atër shqit kom fillu, nuk më ka interesu kur për gjykimet njerëzve, njerëzit foli nuk jo nalet goja kur. Po ata folin vërse kur të shojnë që jem analë se ta, se jem mas shpinës tanë. Po, sa i përket nështë dhe bujqësis, ka pas nëj moment fështirë që nështë është doasht me intervenua, po që keni pas humbje. Ka pas se momente... pas vite normal ndryshon edhe çështjet atmosferike që e bojnë vetën, që nuk është ndorën tonë. Ka pas momente të vështira, sidomos koha pandemisë, ka qenë që ato bashkë në periudhën e marsit që mbëllëm në karantinë, ka qenë frika në investim, për shkak që edhe u mbëllën kretë dhe nuk i shqit. Adin, këto senet majdanoze, këto karrota që i punojnë ana, jenë edhe pak si senet luksit një var aspekti, se më nështë me jetu edhe pa të, nuk është që të pengojnë e sen. E për që të arsye kena pas frikë, po
me shpresën të Zotit kena bërë krejt. Po, përkrahja e institucioneve komunës Përkraje komunale përveç subvencioneve nuk kena pas asnjë përkraje tjetër, edhe pse kena tentue dy të herë me pas përkraje prej tyne, po mundësit kanë qenë shumë pakta, po dhe numri ka qenë i madh që ka ndoshtë me përfitue. Po, normal. Prej shteti dhe me forca tona i kena bërë vetë direkt këto krejt. Po, dhe më thanë krejt këto makineri që neve të sejpam të shtëpia, krejt i keni me forcat juja, çdo investim që e bani i keni me forcat juja. Çdo investim është. A mendon që janë shpenzimet mëdhaja që edhe në fundit një reshje shio ti dëmton edhe nështë dëshprohesh pak, zhgënjehesh? Janë shpenzime janë të mëdha, sidomos serat, janë me një shumë këzhat madhe, po veç se kena menuar që kur t'ja bëjsh munin Zoti s'ta hup edhe me qatë shpresje në alo. Ka pas ndaj moment humbje në sera kështu ndaj produkt? Ndaj produkt, po, për shkak. Për shembull, në një qep nuk kanë shku mirë. Kena pas sidomos qepës që çmimi nuk ka qenë i mirë. Edhe nuk kena pas domon kohë me prit çmimin, se aja kur të fillon mu tepru nuk ka as shit, edhe ka domon sasi të konsiderueshme edhe nuk është, se mos me pas sasi, edhe që aja e din e sës në të kovët aja shka një pjesë nuk ka. Po ka pas shumë edhe nuk ka dashtë mi hekre që ashtu mi pre edhe me fillu tjerat mi mirë. Po, të sëmundjet? Të sëmundjet përveç bastrët që i kemi dhe temperaturat të larta, të në mëngjes verës du të mu qunë 7 ose 6 mëngjesit, mi hapë serat, për shkak se një orë vanes bën që mu sos. Po, Resol, krejt këto nështë ati nuk mendon me vazhdu nështë studimet për bujqësi? Jo, diçka tjetër? Jo, diçka tjetër. Unë menoj studimet ma shumë i vazhdu për polic, se është punë që e bëj me qef shumë, edhe menoj që për në rrita. Po, bujqësin s'ke mund dojnë asë njerë, nështë pas orarit punës, vjen këto. Po, sa nështë ka qenë e vështirë me mësu krejt njohërit të bujqësia, se është një sektor shumë i gjanë? Jena rritë në frymë që me ondë bujqësis edhe në familje kena pas në përgjësi edhe në familje të ngusht, edhe nuk u kom qasë Për cilin problem nështë nuk din shumë mirë, thu që të po largohem? Për prodhime këto qa janë perimet... Të cila kultur, po nuk... Qa janë perimet 80% krejt kemi dje, po. Veç të këto pëmt edhe një pjesë perime, për shemull lulelakne e këto që ma nuk shkojnë për kësoj pjesës, ose ka një kohë caktume kër me shku, ma nuk dim për shkak që të në vitin me mjellë me prit për një kohë caktume, menojmë që nuk javli. Po, cila kulturë nështë ta lyp ma për kushtem? Krejt lypim për kushtem, po sidomos ka rrota lyp për kushtem të madhe. Edhe investim, sidomos në farë edhe në herbicidit, cilat nuk gjenden heq gati shumë rrallë në Kosovë, se na duhet në shtetet jashme një. Atë ka ra nështë ta me shku jashtë vendit me i pa se që shpunohet atje bujqësia? Me shku jo së nga ra ala për shkak se dhe jemi mitër, nuk kom tentu e fort. Edhe vizat nuk i kemi pas. Nuk kom tentu fort me shku e po këto herbicide këto i kena përësit njerëzit të banaturët bujqësore dhe na i kam përë. Po, unë të falenderoj shumë, besoj që në të ardhmen kime arrit ato synimet e tua edhe s'ki mundu ale dhe me punu tokën dhe më fanë këto.